Gjykata Supreme lejon Trumpin të mbajë të ngrira $4 miliardë ndihma e huaj për vendet e tjera. Gjykata Supreme e Shtetit të Bashkuar lejoi administratën Trump të vazhdojë të mbajë të ngrira rreth $4 miliardë ndihmë të huaj të miratuar tashmë nga Kongresi, derisa çështja ligjore të zgjidhet. Gjykata vuri në dukje se urdhri nuk përfaqëson një vendim përfundimtar, padia ka të bëjë me fondet e ndihmës së huaj që do skadojnë në 30 shtator pas veprimit të diskutueshëm të Trumpit muajin e kaluar për të ulur alokimet. Paratë ishin caktuar për programe drejtuar nga Departamenti i Shtetit, Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID dhe nisma të tjera ndërkombëtare ndihme. Sipas zyrës menaxhimit të buxhetit, Trump po përdor të ashtu quajtur mbyllje xhepi, një manovër buxhetore që gjykata e auditorëve në Shtetet e Bashkuara ka konsideruar të paligjshme.